Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin janar të vitit 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju dhe sa më të lumtur. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, por përfshihet dhe i gjithë viti dhe mund të shihni ju jeni dhe një nga shenjat më me fat për vitin 2026. Atëherë, shohim energjinë. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe shohim energjinë që na vjen. Erdhi një energji fantastike në lidhje me ju. Atëherë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, që jeni ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe kemi kartën e perandoreshës, që është energjia e shenjës peshores, por është përsëri energjia juaj. Gjithsesi, shoh një fillim muaji fantastik, ju do bashkëpunoni në lidhje me një person, flasim në lidhje me dashurinë, me një njohje që keni, me lidhjet që ju keni, por edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift, ju shoh që do jeni më bashkëpunues. Do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me blerjen e një shtëpie. Ju dëshironi, ndoshta e keni planifikuar edhe më përpara, dhe shoh një blerje. Mund të jetë blerje një shtëpie, blerje një makine, marrja një shumë të konsiderueshme parash, mund të jenë blerje të ndryshme online që ju bëni, ose ju mund të shpenzoni, edhe pse është fillimi i vitit, ju mund të keni shpenzime gjatë këtij të bleni dhurata, flasim, gjatë fillimit të vitit. Gjithsesi në mesin e muajit ju shoh një takim me një person. Ju do jeni duke festuar, por shoh dhe festime. Mund të jeni duke festuar në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, në rastin tjetër, në lidhje me një investim që ju keni bërë, ose që mund ta bëni. Mund të jetë investim te fëmijët tuaj, në shtëpinë tuaj, një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, sepse shoh një blerje këtu. Dhe të dyja këto përfaqësojnë këtë gjë. Ose ju mund të zhvendoseni nga një apartament në një apartament tjetër, në rastin tjetër mund të jetë një zhvendosje e vendi. Ju lini një qytet, shkoni në një qytet tjetër, ose lini mbrapa një punë për të filluar diçka tjetër që ju jep vërtet stabilitet, ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje që ju ndryshoni dhe vendbanimin, ndoshta për shkuar jashtë shtetit ose diçka tjetër. Gjithsesi ju shoh në festime, ju shoh shumë mirë, por ndërkohë ju do arrini të stabilizoni çështje dhe situata që mund të keni pasur. Dhe shoh fillime që marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë fillimi një njohjeje të re që do marrë zhvillime të mira. Lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ju do t'i çoni para. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën, me anën ekonomike, sepse shoh bollëk, prosperitet në lidhje me ju dhe është një fillim fantastik për ju, ku do marrë zhvillime të mira. Mund të jetë një shtatzani, për një pjesë tjetër, dhe këtu flasim për gjithë ata që janë në pritje ose kërkojnë të kenë një shtatzani, por kjo tregon fillime të ndryshme të reja. Mund të jetë fillimi një pune, fillimi një projekti, një bashkëpunimi, një trajnim. Ju mund t'i merrni nga më të ndryshmet situatat. E rëndësishme është që është një fillim që do marrë zhvillime të mira edhe në të ardhmen. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe kartat bi, nuk presin. Atëhere, ju shoh këtu keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe kemi energjitë shenjave të shenjës së peshqve. Gjithsesi,
Ju shoh në një pozicion mbretëror në javën e dytë. Do jeni shumë mirë, keni marrë eksperienca, keni kaluar vështirësi, por kjo gjë do t'ju bëjë më të sigurt dhe më të logjikshëm në zhvillimin e këtyre fillimeve që ju do bëni që në javën e parë. Ju shoh që dhe këtu flasim në të gjitha llojet e situatave. Një pjesë për jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me dokumenta, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me ligjin, me shtetin, dokumenta largime jashtë shtetit, por edhe dokumenta të ndryshme në lidhje me një shtëpi, me një blerje, me një makinë. Më falni. Gjithsesi mund të keni edhe dokumenta në zyra shtetërore private, varet çfarë ju keni, por ju shoh që do jeni në një pozicion shumë të mirë. Dhe jeni duke menduar seriozisht në lidhje me gjithçka, por ju shoh përsëri mendoni për anën ekonomike, por do jeni në një pozicion shumë të fuqishëm, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me anën ekonomike për një pjesë tjetër, për disa të tjerë ju shoh që mendoni shumë edhe në lidhje me punën tuaj. Ju shoh me shumë pasion, me shumë shpresë brenda vetes tuaj, por shoh edhe pak xhelozi për ju. Por ndërkohë shoh edhe ana ekonomike, ju jeni duke menduar në lidhje me fillime të reja për një pjesë, ndërsa një pjesë tjetër ju shoh të pozicionuar shumë mirë. Ndërsa për disa të tjerë mund të keni rritje në karrierë, ju mund të jeni në një pozicion më poshtë dhe shoh që do pozicionoheni shumë mirë gjatë mesit të javës së dytë. Gjithsesi ju shoh që keni sakrifikuar shumë në lidhje me gjithçka, ose do ndjeni, mund të futeni në këtë energji në fund të javës së dytë, duke menduar që ju keni sakrifikuar shumë me një dashuri në lidhjet, njoftjet ose marrëdhëniet tuaja. Mund të keni sakrifikuar me fëmijët tuaj, në rastin tjetër mund të keni bërë sakrifica ekonomike, por për disa të tjerë mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, me ligjin, me shtetin, dhe shoh që një person do t'ju mbështesi në lidhje me një situatë ku ju jeni ndjerë të sakrifikuar. Gjithsesi do jeni duke analizuar emocionet, duke analizuar situata të ndryshme që keni pasur, por në rastin tjetër mund të jeni dhe duke u kujdesur edhe për një person që mund të ketë probleme me shëndetin, ose që ka lidhje me çështje me shtetin, ju mund ta mbështesni këtë person. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi energji të shenjave të ajrit dhe është energjia juaj, jemi te energjia e shenjës së demit. Gjithsesi ju shoh që një sekret, një të fshehtë, ndoshta ju sakrifikoni veten duke mbajtur një sekret. Në një rast mund të jetë një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë dhe ju ndjeni shumë të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, me një njohje që keni ose me një lidhje. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje që ju mund të zbuloni diçka gjatë kësaj periudhe. Është në lidhje me punën, aty ku ju jeni ndjerë të sakrifikuar, në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni nga ana ekonomike, por do përdorni dhe një lloj strategjie në lidhje me gjithçka, për t'i dhënë drejtim situatave që ju dëshironi t'i jepni në javën e tretë, sepse java e parë dhe java e dytë bini shumë mirë, thjesht futeni në një energji sakrificash, jeni duke menduar në lidhje me një sekret, një të fshehtë që ose ju është mbajtur, ose ju e keni mbajtur, por ndërkohë do filloni të përdorni një strategji për t'i dhënë drejtim situatave, dhe këtu flasim një drejtim më të mirë. Për pjesën e personave që ndihen të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, shoh që do keni diskutime me këtë person, do shkoni diku, do keni dhe udhëtime në mesin e javës së tretë. Ndërsa në lidhje me punën, nga ana ekonomike, me dokumenta të ndryshme, çështje ligjore që mund të keni, ju do të jepni një drejtim më të mirë situatave. Dhe në fund të javës së tretë, ju shoh që do mbylleni brenda vetes tuaj, jeni në energjinë tuaj dhe do mendoni se si t'i jepni drejtim. Edhe pse ju do filloni t'i jepni drejtim që në mesin e javës së tretë, në javën në fund të javës keni nevojë të qëndroni me veten tuaj,
të mendoni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni, për t'i dhënë gjithmonë një drejtim më të mirë. Ju mund të tregojeni të mbyllur edhe ndaj një dashurie, ndoshta keni nevojë të merrni kohën tuaj. Në rastin tjetër, në situata që mund të kenë të bëjnë me një sekret, me një të fshetë, ose në lidhje me anën ekonomike, sepse java e tretë shoh që jeni më tepër të energji e shpatave, domethënë është një energji pak e ftohtë, është një energji ku ju ndiheni mund të zbuloni të fsheta ose keni të fsheta sekrete dhe dëshironi të jepni drejtim situatave. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha fushat e jetës. Dhe vazhdojmë me javën e katërt. Dhe letra dalin vetë. Atëherë në javën e katërt shoh që ju do jeni te energjia e shenjës së peshores, karta e drejtësisë, te energjia e shenjave të ujit dhe përsëri energjia e shenjave të ujit. Në fillim të javës 4, shoh që do të jepni zgjidhje çështjeve dhe situatave që mund të keni, ose ju do filloni të balanconi disa situata që do kaloni në javën e tretë, ndërsa për një pjesë tjetër do vini një drejtësi. Ju mund të keni të bëni në lidhje me një divorc, në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, çështje gjyqësore flasim, por shoh që do të jepni zgjidhje. Ose edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike mund t'i merrni situatat nga më të ndryshmet. Me fëmijët tuaj do vendosni një lloj ekuilibri në shtëpinë tuaj, në çështje dhe situata të ndryshme. Dhe në mesin e javës së katërt, shoh që bini pak të trishtuar. Ju do bini të trishtuar rreth humbjeve që keni pas në jetën tuaj. Mund të jetë humbja e një dashurie, për shkak të disa sekreteve që mund të zbuloni. Në rastin tjetër mund të jetë humbja e një pune, humbje ekonomike, humbja e një gjyqi për një pjesë tjetër, se shoh që jepni drejtim, por ndoshta ka lidhje me gjëra të kaluara kjo gjë, që ju jeni përqendruar në një lloj dështimet që keni pas në jetën tuaj, humbjet të ndryshme, mund të jenë humbje personash. Dhe në fund të javës, por gjithsesi kjo kartë ka dhe një këshill, ju thotë lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë, sepse duke u përqendruar te gjërat e kaluara, te humbjet që ju keni pasur, ju nuk do arrini të kapni mundësitë që do t'ju jepen si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi në fund të muajit shoh një çlirim shpirtëror, ju do arrini të qetësoheni, do jeni më të gëzuar, dilni nga këto situata, sepse ju i jepni zgjidhje diçkaje, por thjesht ju përqendroheni pastaj te këto situata të kaluara, te humbjet që keni pasur. Shoh lajme të mira, një person vjen drejt jush, është një mundësi, një person ka emocione në lidhje me ju, por ju jeni përqendruar te një personi së kaluarës tuaj. Atëherë, kjo mund të jetë dhe një ofertë në lidhje me anën ekonomike, ose një mundësi në lidhje me punën tuaj, por dhe me situata të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, por edhe në lidhje me shtetin, me dokumenta dhe çështje që mund të kenë lidhje me gjykatat, me prokurorit, varet nga situatat që ju ndodheni. E rëndësishme është që muaji është fantastik, fillimi i muajit deri në mesin e muajit keni një muaj fantastik. Por fundi i muajit, ju se jeni kej, do të jepni drejtim të situatave, thjesht do ketë ato disa uli ngritje. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japin për muajin janar. Dhe kemi numrin 21 që është karta e botës, mbyllja e një cikli të vështirë që ju mund të keni, dhe cikli nuk do të thotë që ka filluar tani, mund të ketë filluar më përpara, mund të ketë filluar dhe 2 vjet, 1 vit, 3 vjet më përpara, ka qenë një lloj karme, vështirësi që ju keni kaluar deri tani. E rëndësishme është që ju do harini ti mbyllni këtë cikël që keni kaluar, sepse ju keni bërë një punë të mirë, ju thotë. Gëzimi dhe hareja do mbizotëroj tek ju.
Gjithçka rreth jush do shkëlqej, thot. Është një mesazh fantastik, ju mbyllni ciklet të vështira, filloni një cikël të ri të lumtur dhe mund të jetë një njohje e re, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një shtëpi e re për një pjesë tjetër, një biznes i ri, një partneritet, një bashkëpunim, sepse keni fillime të reja. Do keni fillime, por e rëndësishme është që ju mbyllni gjithçka nga e kaluara juaj që ju ka vështirësuar jetën deri në këto momente. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj vërtet një muaj sa më të mbar, një vit 2026 sa më të lumtur, sa më të gëzuar dhe për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.